U rikthyem përsëri në studio dhe tani do të diskutojmë për Milan-Inter. Po para se të fillojmë me prezantimin e panelit tonë që ta zhvecet, direkt e kam një pyetje për Angelin. Angel, ku është fanela? Fanelën... Pse nuk e ke veshur? Nuk e kam veshur, por e kam në zemër. Po cila është arsyeja pse nuk e ke veshur? Ka ndonjë arsye specifike, sepse e di që e ke pas vesh? Po, e kum pas vesh, po... U nervozova pak si ma shumë se që duhet edhe ftoft të bu, kështu që u dasht me hek. Ajo s'po në. Me këtë fanel në zemë është mirë si, garantoj. Kërë të shkarë në dres me Po a i ka arsye pse me orë. Mirë, si që padë në shkues, në pjesën e dytë në bashkuar edhe 4 mysafir tjerë, Angel Berbatovci në krahun e djathtë, mirëmbrëma mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Shkumpin Pjereva, gazetar dhe tifoz i Interi, mirëmbrëma mirë se erdhe. Mirëmbrëma mirë se ju gjej. Në krahun e majt, Artur Shala ishte komentator në këtë ndeshje. Artur, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe Flamur Prekupni, mirëmbrëma mirë se erdhe. Mirëmbrëma. S'po ka nevojë të prezantojmë tifozët të Milanës. Po shihet. Po nuk po duket shumë i lumtur. Tash më në fund një buzëqeshje na dha për fitore. A ishte e merituar fitoria e Milanës? Besoj ato që apo Allegri është është ndër për ekipës ato so kapacitet ekipave. Edhe çto ka desh besoj. Do të thonë për sotëm të pakë gjitha lojët derbi që ka Allegri, është e prit zakonisht për pret ekipet me sulmu, një farë mënyrë si zhargonin që thonë në futboll me Alan Kile. Edhe zakonisht që kjo është ka ndodhur gjithë. Kështu që na vesh probleme për kena me ekipet e vogla, edhe pse zakonisht është një rregull në futboll i pashkruar që titulli fitohet me ekipet e vogla, ty mujt ekipet e vogla. Por çdo kena ngecë pak. Po kështu që me Interin ja kena marrë dorën dhe kështu që për neve është një lloj ngushëllimi që si na nashta ja keni marrë të sjell më, na. Po, edhe kështu që edhe për vend parë tash s'po di sa janë gjosa. Kampion nuk bën po tek e fundit Interin e mujt. Po, jo, e që kjo është për neve shumë pozitive, nëse e kena një farë lloj rivali dhe një mënyrë si personale me ta, kështu që është një farë ngushëllimi shumë mirë për neve kjo. Kështu që juroj gjithë Milanisa fitoren. Shikimi i Angelit po tregon që edhe tash e ka personale. Po. Aspektin sportive, kam fjallë. Me up derbin s'është lehtë. Jo, s'është lehtë, ama unë menoj ma shumë që Interi kalu dëpë, sësë sa që kalu mirë Milano. Milano sot s'ka të tregu kur gjë heq, qysh s'ka të tregu gjatë krejtë sezonit, i ka shfrytzu mundësi që i ka pas të pakta, na e patëm një diskutim. Besoj që menojmë krejt se Milano mos të kish pas Allegrin, luftejke me Torino ose me Udinese në ty pak ma poshtë. Allegri po mundot, në faktet po e nxjerr për te maksimumit fondit lojtarëve që e ka, po loj sot u bo, sot u po qarë që Milano është ekip mesatar në krahasim me ekipe tjera italiane si Como, si Roma dhe Juventus, se Interi është nivel pak ma nalt, smri Milano të Interi. Pavarësisht që janë 7 pikë tash diferenca. Si dihet sepse ka kogja shumë deri në përfundim. Jo, nuk besoj që në bëhet kampion Milano s'ka shansë mu bu kampion si vjetë. Interi mos me luajë 3 lojë rëndës. Prej tetorit të vitit kaluar nuk humbesh Interi. Me cinizëm. Humbjen e fundit e pati pikërisht me Milano. Pikërisht me Milano, po. Pse? Po Milano këto dy ndeshje i luan, pasi ka ditë për fillimit sezonit që nuk është rivali Interit për titull. Po që janë trofe për Milano nëse më poshtë? Po, Milano e fitoj titullin sot. E fitoj titullin e tyre, pasi që Scudetto ndihet që pajtu me gjithë që Interi e fiton. Shumë ndeshja si ndeshje ke e barabart, Milano e shfrytëzoi atë rast që e pati kështu ma të mirë. Interi nuk i shfrytëzoi rastet e vet, ai pa 2 apo 3 raste ideale për të shënuar, nuk i shënoj, kështu që 3 pikët i murë Milano, po nuk besoj që do të ndikojnë në vazhdimin e kampionatit edhe epilogin përfundimtar të sezonit. Të pyesim pak Arturin si çfarë po mendon se po shoh se po i shikon duke folur, sidomos Angeli gjatë kohës që fliste e shkon. Jo, Angeli çka të fol veç merr me njerë kontra, ajo është e sigurt. Jo për titull s'ka faj, definitivisht është edhe keq do të ishte ti merë titulli me mënyrën se si ka luajtur Interi deri më tani, okej. Derbi është derbi. Tjera luajnë për titull të kampionit. Dëgjoj, Lindi, prej fillimit Allegri. Po 11 janë deri në përfundim. Po. 33 pikë. Janë po pikos së dush. Mirë po, për nisim për Allegrit. Allegri për fillimit ka thonë që... Zhvenjeti fas të Milano sa fitu në derbin. Dëgjoj, duhet me fol real çka është. Ai po e kërkon kvalifikimin në Ligën e Kampionëve. Me shku atje, me këtë fitore sonë të vesh në një farë mënyrë gati 70% e ka... Allegri.
Po. Nuk e ka përmend kur titullin e kampionit. Po e fiton derbin e dytë, faktikisht pas 15 vjetëve po i fiton 2 derbin brenda një edicionin ndaj Interit minimalisht. E bënë një aksion të mirë, okej, Interi pa 2 raste shumë të mira me Mkhitaryan 1 minutë më vonë dënu, pastaj e pati edhe një Di Marco në pjesën e dytë. Mirë, po mos harrojmë edhe një gjë. Interi sonte luajti po 2 sulmuesit kryesor, Lautaron dhe Turamin. Nuk është Esposito edhe boni nivelit kësaj dyshe. Edhe pse Turam kohëve të fundit nuk është siç ka qenë në fillim, ka pas pak probleme me formën e tij, mirë po ndryshe luan Interi me ta, ndryshe pa ta. Sidomos Di Marco nuk ka ardhur fort në shprehje sonte në mungesë të këtyre 2 lojtarëve. Tash, loja e Milanës në përgjithësi gjatë tërë këtij edicioni